Në Tiranë, një nga institucionet më të rëndësishme të kujdesit shëndetësor për nënën dhe fëmijën ka shoqëruar këtë moment për dekada. Materniteti Mbretëresha Geraldin, i ideuar si projekt në fund të viteve 30, në kujdesin e Mbretëreshës Geraldin, ai hidhte themelet e para të një sistemi shëndetësor modern për nënat në Shqipëri. Megjithse punimet e nisura në kohën e mbretit Zog, u ndërpren nga lufta, godina do të përfundonte dhe do të hapte dyert në fillim të viteve 40. Pas luftës së dytë botërore, gjatë regjimit komunist, institucioni u zgjerua dhe u kthye në shtyllën kryesore të sistemit obstetrik shtetëror. Me dashuri e madhe si vetë që rritet në qiell i bare, me ëndra me jetë në kuar të ditë, një dallë të plotërit jemi ne. Me dashuri e madhe si vetë që rritet në qiell i bare. Pas viteve 90, materniteti u përball me sfida të mëdha infrastrukturore. Nevoja për një transformim rrënjësor ishte e domosdoshme. Në vitin 2021, nis një fazë e re. Pas dëmtimeve serioze që pësoi godina nga tërmeti i vitit 2019, vendoset ngurja e themelit për rindërtimin e plot dhe restaurimin e pjesës historike të maternitetit. Projekti përfshin ndërtimin e një strukture të re moderne, në standarde europiane, me kapacitete të rritura dhe teknologji bashkëkohore, duke ruajtur njëkohësisht identitetin arkitekturor të trashëgimisë. Sot materniteti Mbretëresha Geraldin po shndërrohet një qendër referimi për të gjithë vendin, një investim në shëndetësi, një investim në të ardhmen, dhe çdo jetë meriton një fillim të sigurt. Nderuar Zoti Kryeministër Edi Rama, nderuar Zonja Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Profesoreshe Visala, të nderuar të ftuar, kolegë pjesëmarrës. Mirë se erdhët në Spitalin Mbretëresha Geraldin, në një ditë të veçantë për të gjithë ne. Pak vite më parë, u hodh guri i themelit të këtij projekti. Sot kemi kënaqësinë t'ju mirëpresim në një spital të transformuar, modern, dinjitoz, i ndërtuar sipas standardeve bashkëkohore, një investim gjigant në shërbim të grave, të nënave, foshnjave dhe familjeve shqiptare. Dua të shpreh mirënjohjen time të sinqertë ndaj kryeministrit dhe ministres së shëndetësisë për mbështetjen e vazhdueshme, vendosmërinë që bën të mundur realizimin e këtij investimi kaq të rëndësishëm. Kjo vepër që ne po inaugurojmë sot krijon kushtet më të mira për pacientët tanë, por dhe kushtet më të mira për punë, për mjekët, për infermierët, mamit, për të gjithë profesionistët që çdo ditë kujdesen për mrekullinë më të madhe, lindjen e jetës. Ky transformim do të ndihmojë Spitalin Mbretëresha Geraldin të vazhdojë të jetë një qendër ekselence, një vend ku çdo qytetar të gjejë kujdes, siguri, besim dhe të bëhet shkolla më e mirë për të rinj që do të punojnë këtu një ditë. Jo vetëm mjekët e rinj shqiptar, por nga gjithë bota, sepse i tillë është standardi ynë, ndërkombëtar. I nderuar Zoti Kryeministër, transformimi që ka ndodhur në pak vjet në këtë spital, dhe jo vetëm këtu, si ishte dhe si është sot, është pasqyra e vërtetë e punës dhe e zhvillimit në shëndetësi. Prandaj më lejoni edhe një herë t'ju them me mirënjohje faleminderit. Kam nderin t'jap fjalën Ministres së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Profesoreshe Visala.
Faleminderit Eliona. Të nderuar të ftuar, koleg, miq, i nderuar zoti kryeministër, Nën Tereza na kujtonte se gjërat më të mëdha ndërtohen përmes veprave të vogla, por me shumë dashuri, me shumë përkushtim, me shumë profesionalizëm. Në këtë maternitet kjo merr një kuptim të veçantë. Këtu çdo kujdes është dhënë me një profesionalizëm të veçantë, këtu lind jeta dhe këtu fillon kujdesi për nënën dhe për fëmijën. 33 vjet më parë, këtu kam lindur djalin dhe duke u rikthyer këtu pasere, them që ai kujdes, ai profesionalizëm na ka ndjekur në gjithë këtë periudhë, por padyshim investimet strukturore të pajisjeve janë të pamohshme. Është si dita me natën. Prandaj, ajo që inaugurojmë sot është vërtet një ndërtesë e re, por për te ndërtesës është një kujdes i integruar që japim ndaj nënës dhe fëmijës. Më lëni t'ju jap vetëm disa shifra që janë të rëndësishme. Vetëm faza e parë e këtij transformimi është mbështetur me afro 560 milion lek për ndërtimin e godinës dhe 190 milion lek për pajisje teknologjisë së lartë. Në përfundim, projekti do ketë një vlerë prej 1.2 miliard lekësh. Duke përfshirë gjithashtu rehabilitimin e të gjithë kompleksin, modernizimin e shërbimeve ginekologjike dhe ngritjen e laboratorit të dytë publik të fertilizimit in vitro. Fakti investimi, kapaciteti shtretërve është rritur me 20%, sigurisht është rritur dhe kapaciteti diagnostikus. Aktualisht spitali disponon 240 shtreta, 9 salla moderne nga 6 salla operacioni që kishte përpara. Pra një rritje e vërtet e prekshme e infrastrukturës. Vetëm gjatë vitit 2025 janë realizuar 5400 lindje, pra një volum i krahasueshëm, i respektueshëm me shumë qendra të tjera europiane dhe botërore. Gjithashtu dhe 1050 ndryrje ginekologjike dhe 20.000 raste urgjence. Dhe prandaj falemnderit dhe respekt për gjithë punën që bëni. Prioritet veçantë është rritja e cilësisë dhe integrimi i shërbimit neonatal. Prandaj dhe vizioni ynë shkoj për te infrastrukturës. Po ngrem gjithashtu dhe laboratorin e gjenetikës dhe shërbimin të kimioterapisë, por në të njëjtën kohë po punojmë edhe për ngritjen e një qendre të depistimit për smundje metabolike. Sot kemi kënaqësinë të shënojmë fillimin e projektit Prizma. Prizma është në kuadrin e programit Materna në partneritet të ngushtë me qeverinë italiane, rajonin e Lombardisë dhe Spitalin Fatebrene Fratelli Sacco, sigurisht dhe agjencitë italiane për bashkëpunim e zhvillim. Do modernizojmë nëpërmjet këtij projekti të gjithë kujdesin neonatal, do forcojmë kapacitetet tona dhe gjithashtu në këtë kuadër do zgjidhojmë edhe depistime për smundje metabolike. Gjatë viteve të fundit kemi modernizuar disa maternitete në Berat, Korç, Gjirokastër, Kukës, Saran dhe Lezhë, punë avion në Fier dhe Shkodër, ndërsa në programin buxhetor afat mesën kemi futur edhe maternitetin e Pogradecit. Pra ky është angazhimi ynë, ndërtimi sisteme të integruara me qëllim rritjen e cilësisë të menaxhimit, sigurisht me inovacion të përfshirë dhe teknologji të rritur, në fund të fundit një shërbim integruar ndaj pacientit, në këtë rast ndaj nënës dhe fëmijëve. Faleminderit. Do t'ja u kursej fjalën e gjatë gjithë atyre që janë përballë diellit, sepse është shumë e padrejtë që të vazhdojnë të rinë këmbë nëna të diell dhe të dëgjojnë mua. Dua vetëm të them që më vjen jashtëzakonisht mirë që sot jemi në një tjetër finish pas një tjetër maratone ku faktikisht ndërmorëm një transformim të domosdoshëm, por edhe rrënjësor të kësaj strukture dhe sot hapim dyert e një materniteti tërësisht të rilindur, duke pasur edhe kujdesin për çka i takon të kaluarës si trashëgimi kulturore, por edhe hapësirat e reja të cilat i shtohen këtij materniteti dhe e bëjnë më të lehtë pa diskutim shërbimin, e bëjnë
shumë më cilësor edhe qëndrimin e nënave dhe të fëmijëve që hyjnë dhe dalin nga ky maternitet. Transformimi i shëndetësisë është në sytë të gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Dhe unë dua të bëj atë që bëj gjithmonë kur më jepet mundësia të shpreh respektin tim të gjithë mjekëve, infermierëve, të gjithë punonjësve të shëndetësisë, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe të cilët përballen po ashtu edhe me një furi të jashtëzakonshme fjalësh që nuk i meritojnë. Por kjo është jeta, kështu i kemi ndarë detyrat, disa duhet bëjmë punën, disa nuk mbetet gjë tjetër veç se t'i lehin karvanit që shkon përpara. Dua vetëm të kujtoj që sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larg po një dekadë më parë. Nuk kemi numrin maramëndës të infeksioneve postoperatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat i kushteve jashtëzakonisht vështira higjienike dhe si rezultat i instrumentave mjekësor tërësisht të dalë boje. Dhe në sistemin tonë shëndetësor kryen afro 100.000 ndërhyrje kirurgjikale, nga të cilat mesatarisht 65-70.000 janë ndërhyrje në sallën e operacionit dhe 25-30.000 të tjera janë ndërhyrje mikrokirurgjikale. Është një volum i jashtëzakonshëm shërbimi, i cili flet për faktin që mjekët dhe infermierët në Shqipëri i shërbejnë publikut, i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që i bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha, nuk e ndyn dot pasërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku vjen llumi i rrushfetit. Dhe në mbyllje dua të shtoj që ne kemi bërë çmos që pagat tuaja të rriten në mënyrë të vazhdueshme. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura se këtu shumica janë gra për fatmirë, por edhe burrat mundësisht të jeni të bindur, po dhe po nuk u bindet rresi ka të binden gratë, e dini formulën time se po u binden gratë edhe burrat nuk kanë ku shkojnë pastaj, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat, ne do vazhdojmë të kujdesemi për mirëqenien e familjeve tuaja, të cilat sakrifikojnë shumë, pasi ndryshe nga shumë profesionet të tjera, ju keni profesion ku familja është e detyruar t'ju ndaj me shumë të tjerë. Nuk ju ka dot vetëm për vete, e kam fjalën. Shumë faleminderit, shumë respekt. Bëra më të mirën time që t'ja huaj diellin nga maja e kokës, tani spostohuni drejt hijes, edhe ta gëzoni këtë hapësirë të re, dhe më e mira është e gjitha përpara. Faleminderit. Spital tjetër europian do ta kishte zili të ambientin. Falenderoj për gjithë pjesë, për çdo gjë, që nga mësulla e parë, që nga arkitektura, që nga spitali për mund të
të investoj, edhe për vitrazhin, për gjithë. Shumë faleminderit. Por, dua të them që ne kemi punuar bashkë, kemi planifikuar dhe të pajisje trajnimi tek gjithçka. Domethënë është një shembull që mund ta marrim i punës bashkë për të menaxhuar shumë e mirë. Gati parë ishte pjesë e urgjencës edhe triazhit, e cila është sot në kushtet maksimale të bashkëpunimit. Dhe pjesa gati tokës, gati parë punë obstetrika është realisht jo vetëm shumë e bashkëkohore në teknologji, në ambiente, por është edhe shumë e bukur në syrin e çdo gruaje. Kështu që ju faleminderit edhe një herë. Është nata me ditën. Është sallë e lindjes. Kjo është një sallë lindje. Edhe pajisjet janë të gjitha bashkëkohore, gjithçka. Kjo është sallë lindje, e cila Gjithçka me është gjitha pajisjet, janë të gjitha salla lindje dhe pjesa e neonatit. Vetëm pjesa e parë jo e reanimacionit. Ju falenderoj shumë sepse kemi parë në çdo proces të zhvillimit të këtyre ndërtimeve. Pjesa këtu është pastaj pjesa e neonatëve ku do vjen. Jemi në disa diskutime më mbi Xhezu, si për të bërë disa gjëra të ndryshme në shtetin, por edhe për të mbasi për të krijuar bashkë me Eliona kemi diskutuar bile kemi vajtur bashkë në Batrin Xhezu për të bërë depistimin e smundjeve metabolike tek neonatët, është shumë e rëndësishme. Unë gjej mundësinë që të falenderoj ministren për jo vetëm për mbështetjen, por për zhvillimin e disa testimeve të tjera, të cilat me thënë drejtën janë shumë të nevojshme, përse janë salla lindje, janë salla mjekësh, edhe pjesa e operacionit është këtu. Shumë është Eliona. Lloku operator është këtu. Kjo është pjesa e kur zgjohen pas operacionit të shkuar, apo jo, dhe këtu është bloku. Normal, po janë të tëra, kjo është komplet moderne, gjithë pjesë e shumë, është e gjitha është e koordinuar plus në gjitha bloka. Ajo që është shumë e rëndësishme, realisht nuk është vetëm infrastruktura, sigurisht është shumë e rëndësishme, por është edhe shtimi i shërbimeve të reja. Si, neonatologe. Dhe një shërbimi që... Tek vlozhëtana tjetër. Por Paze. Jam nuk di të them. Pse? E po e para njerë projekti neonatologjisë që s'është bërë asnjëherë. Dyta këto ambjente, unë jam emocionuar se që. Ajde se jemi të rinjë, po prandaj kemi dhe Elionën këtu. Qa bëhet? Mirë, po pse shtyeni nga mbrapa, keni frikë? Si ju duket spitali? Shumë i bukur. Shumë i bukur. Ka një gjë që nuk shkon këtu? Në investimin e ri? Ju jeni nga specializantët apo jeni mbrapa? Janë mjek, janë specializant, janë mamik, infermiera. Edhe që do japim patjetër kontributin në Shqipëri. Jo, ikni provojeni, se shifni atje, pastaj si është. Ju uroj sukses, ju uroj çdo të mirë edhe më e mirë është përpara, do bëjmë edhe më shumë, po në momentin besoj që është bërë të mirë. Shohim pagat. Ato është. Thank you so much. Thank you.